Mendoj që nuk është puna e SPAK-ut të i thot Parlamentit Shqipërisë që do të bëj Parlamentit Shqipërisë. SPAK-ut të shofi punën e vetë, ne do shohim punën tonë, ju do shikoni tuajën dhe të gjithë bashkë do bëjmë më të mirën që punët tona të bëhen sa më mirë dhe sa më mirë të bëhen punët tona, aq më mirë do të bëhet edhe Shqipëria. Dhe detyra ime është të mos ndërhyj në punën tuaj, detyra juaj është më lini të flas kur më pyesni. Detyra e SPAK-ut është të luftoj korrupsionin, të luftoj krimin organizuar, e ka të gjithë mbështetjen tonë. Detyra jonë pastaj është që të bëjmë detyrën tonë kur vjen puna tek parlamenti, i cili është sovran dhe nuk varet as nga SPAK-u dhe as nga ambasadat dhe nga askush tjetër. Kështu që këto janë gjëra shumë të qarta, nuk kam asnjë problem unë me këto, ndërkohë që ndryshimi për të cilin ju flisni, nuk besoj se ka të bëjë me raportin e SPAK-ut. Nuk më ha mendja që ka të bëjë me raportin, sepse raporti është normalisht një raport pune për një periudhë gjatë kohë, nuk besoj se është raport i lidhur me javën e fundit. Ai është një ndryshim i domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë në funksionet vitale të qeverisë apo të institucioneve tjera të cilat nuk mund ta delegojnë dot. Kupton? Ky është çështja, se këtu nuk pezullohet personi, këtu pezullohet funksioni. Këtë gjë nuk e ka ditur prokurori bashkë me gjykatësin që janë mbyllur bashkë të dy dhe kanë marrë vendim të pezullojnë një ministre, po në fakt kanë pezulluar funksionin. Funksioni sepse nuk e ka askush tjetër autoritetin me ligj që të vazhdojë të udhëheq ministrinë në mungesë ministrit. Është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë.